Por neve krejeve këtu na thojnë, po do me kthy Serbinë në Kosovë. Kush po do me kthy në Serbinë? Apo do me kthy anë tonë Serbinë në Kosovë? Ta i kanë 6 vite në krye qeverisë dhe rezultatet i keni katastrofale. Çmimet po rritet, rryma faturat tash ju vjen edhe më shtrejt, e atje Vuk Hamoviqi po përfiton miliona parë të Kosovës për importet e energjisë elektrike, cilën ta provojnë me mshël. Edhe dje edhe sot, ka 3-400 mijë euro në ditë të fitojnë. Pra kjo është patriotizmi i fallë ty ne. Për atë arsye, ju lës të mobilizoni fort. Të mobilizoni fort, edhe tregoni saktë se ku i kemi problemet, si duhet të qasemi këtyre problemeve, po mos të lojmë asnjë moment që fatin e Republikës tonë, t'ua lojmë dikujt që as kupton politikisht dhe ka qëllim rënimin e shtyllave identitare të Republikës Kosovës. Populli i Kosovës pret për LDK-s. Edhe parti tjera janë të prit për LDK-s. Nuk met partinë Kosovë që sot po du me LDK-n. Krejt dojna me LDK-n. Elektorati tyne po thotë don me LDK-n. Nëse po doni kaq shumë me LDK-n, votoni LDK-n. Pro, ofendimet, sharjet i kanë për propagandë. Dë vërtetën e kanë letrën e ofertës. E vërteta atyre është hajde bëmi bashkë, sepse ata din që LDK e bën shtetin. Sepse ata din që kuadro që i ka Lidhja Demokratike e Kosovës nuk i ka askush. Sepse ata din se ne kur mbledhemi këtu, në Prizren, qytetin e dytë më të madh në Kosovë, ne nuk flasim çysh me shkatërru shtetin. Ne flasim çysh me ndërtu shtetin. Ne nuk mblidhemi dikon me thonë si ta bllokojmë Republikën e Kosovës me një institucion. Ne mendojmë si ta bëjmë Republikën edhe më të mirë dhe më të fuqishme. Dhe ta din këtë punë. Tjetër çka ju flasin militantët vet, që besa disa s'ki çka ju flet. Sepse kanë nis gjuhën e tradhtarëve patriotëve ndaj patriotëve më të majt Republikës Kosovës. Por çka ku kam në krah të majt një burr, Anton Çunin, luftar të Kosharës, krah djallë Dretonin, një njeri aktivist i shoqërisë politike kosovare, Jehonën, e gjithë juve tjerëve këtu, e festimit tash është bashku, por neve krejeve këtu na thojnë, po do me kthy Serbinë në Kosovë. Kush po do me kthy në Serbinë? Apo do me kthy anë tonë Serbinë në Kosovë? Apo kuptoni me çka duhet më përballë. Pra në vitin 2025 për 2026, kjo është gjuha atyre vetme që ju kanë bërë. Dhe si të përfundon kjo gjuha atyre mbrëmje, ditën ta shtrojnë ofertën, thonë hajde LDK mu bë me neve bashkë lutna se veç jeni të mirë.